Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar pamje filmike nga një qendër votimi në qarkun e Elbasanit, që sipas tij vërteton fenomenin e trenit bullgar për të manipuluar procesin zgjedhor. Konkretisht, qendra e votimit mban numrin 2246, ndodhej në fshatin Blinas, në njësinë administrative Gjocaj të Bashkisë së Peqinit. Në video shihen se këta persona kanë një fletë votimi në duar, të cilën më pas e vullosin dhe sipas Berishës, kjo fletë ka dalë jashtë qendrës së votimit për t'u dhënë zgjedhësve për të votuar Partinë Socialiste. Kryedemokrati thotë se ky fenomen është rirë edhe në qendra të tjera votimi më 11 maj. Është përdorur gjërësisht, janë identifikuar për herë të parë qendrat ilegale elektorale të Partisë Socialiste pranë qendrave të votimit. Thotë se pamjet nuk janë vënë në dispozicion organeve të drejtësisë, pasi nuk ka besim te puna e tyre. Për skapin ekziston mbulesa. Altin Dumani është bashkautor në krimin elektoral me Edi Ramën. Me 10 raste, ai mbuloi të gjitha. Berisha deklaron se Partia Demokratike ka informacion se disa fletë votimi janë dërguar edhe në një zyrë elektorale të Partisë Socialiste, e cila sipas tij është vizituar edhe nga kryeministri Edi Rama. Kemi patur informacion të saktë. Në një qendër elektorale të Partisë Socialiste janë dorëzuar topa të mëdhej me vota dhe se ajo qendër, pikërisht ajo qendër, 3 ditë para këtij veprimi ishte vizituar fshehtas nga personalisht Edi Rama. Berisha paralajmëron se në vijim do të publikojë të tjera materiale, të cilat do të vërtetojnë se më 11 maj nuk kishte zgjedhje, por një farsë elektorale.